kryetari i komunës së Sarajit, Muhamet Elmazi, në një konferencë për media tha se kërkojnë nga prokurori publik Islam Abazi që menjëherë të hap lëndë dhe të verifikojë të gjitha informacionet që lidhen me furnizimet publike, gardhet mbrojtëse dhe shumat milionëshe. Sipas Elmazit, për shkak se janë publikuar informacione skandaloze lidhur me punën e ish drejtorit të ndërmarrjes publike për rrugë shtetërore, Ejup Rustemi. Siç tha Elmazi, pretendohet se Rustemi ka ushtruar presion ndaj njërës prej kompanive më të mëdha evropiane për prodhimin e gardhave mbrojtës që e njëjta të mos marrë pjesë në tender të hapur në Republikën e Maqedonisë së Veriut, ku sipas Elmazit një kompani evropiane është shtyr anash, ndërsa rruga ju është hapur një kompanie nga shteti serb. Nëse siguria e qytetarëve është vënë në pazare që një tender t'i takojë një kompanie serbe, atëherë a duhet të presim tragjedi të reja si ajo e vendbanimit Llaskars, që institucionet më në fund të zgjohen. Nëse prokuroria themelore publike për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit hesht përballë këtyre informacioneve serioze, atëherë pyetja lind vetvetiu. A e di Islam Abazi se prokuroria duhet të veprojë sipas zërit publik, apo i njëjti pret të dëgjojë se çfarë do t'i thotë Ali Ahmeti? Elmazi theksoi se nuk flitet për tender të zakonshëm, por për eliminim konkurrence, për favorizim firme dhe për shumë milionëshe dhe me lojra me para të qytetarëve. Dhe sipas tij, më e rëndë është bërë se bëhet fjalë për gardhe mbrojtëse, që nuk janë zbukurime që vendosen në rrugë, por janë pajisje që lidhen drejt me sigurinë e njerëzve.